me 3 deputet ta bëj kryetarin që jap kryetarin e kuvendit. Ky është një lloj arsyetimi vetëvendosjes sa i përket kërkesës së nismës. Nisma që ka përsëritur që pa Limajn kryetari i kuvendit as që bëhet fjalë për të hyrë në koalicion me qeverin Kurti, në pjesës së cilës dorën zemrë dhe nuk duan tjenë, këta nuk duan një Nisma që nga fillimi nuk ka kërkuar që të marrë asnjë ministri, ka kërkuar që të jetë vetëm kryetari i kuvendit dhe të mos marrë përgjegjësi qeverisë, duke konstatuar që qytetarët qeverisën ja kanë lënë Kurtit. Ndërkohë, përpjekjet e tjera janë krejtësisht të venitura tashmë, nuk ka më përpjekje as në lidhjen demokratike të Kosovës që shkaktohet ndonjë pakënaqësi, që ishte një prej skenarëve që e përdorte vetëvendosja, shkaktohet ndonjë pakënaqësi brenda grupit parlamentar të LDK-s dhe kësaj të krijohet një momentum tjetër brenda këtij subjekti, është shuar kjo mundësi, ndërkohë që është zbehur dhe shuar edhe mundësia që një ditë të bëhen bashkë PDK dhe vetëvendosje, ndonsa i takimi i famshëm i Kurtit me Bedri Hamzën sikur çonte në drejtim të atij zhvillimi. Nuk ka pasur asnjë zhvillim me që PDK kërkon që në çdo rrethon Kurti të mos jetë kryeministër, të jetë Bedri Hamza, ndërkohë Kurti mund t'ia mësy presidencës. Ndërkohë ka një hezitim të jashtëzakonshëm, një qëndrim në heshtje, një lloj bojkoti nga përfaqësitë ndërkombëtare në vend, nga ambasadat akredituara në Kosovë, të cilat zakonshëm janë shumë të involvuara në këtë. Krejt çfarë thonë është kjo që po i ndodh vendit është humbje e madhe, mungesë e përgjegjësisë, dhe natyrisht kërkojnë që koalicioni i arshëm të jetë koalicioni numrave të mëdhej që i bie të adresoj edhe çështjen e presidentit, duke e mbështetur kështu në një farë forme në retorikën e tyre një koalicion mes të parit dhe të dytit, që të ishte koalicioni mes vetëvendosjes dhe PDK-s. Këto janë zhvillimet, ajo që ka duket që ka krejtësisht mungesë interesi është përpjekja dhe interesi i kryeministit Kurti që të bëjë zgjidhje në këtë situatë. Kam përshtypjen që po i konvenon gjithë bllokada në kuvend, duke i bërë përgjegjëse partitë politike dhe duke e vazhduar qeverisën ndonse është në detyrë. Një informacion ekskluziv që mund të ndaj është që disa prej ministrave, mirë, dëgjojmë fillimisht Davut Haradinaj. Mund tjetë edhe ajo, po ne kemi ofru në fakt 3 emra konkret, 2 deputete dhe ish kryetarin e kuvendit, me bindje me zhblloku kuvendin, jemi të gatshëm ju do votën, edhe mendoj që kemi bërë diçka shumë më shumë se sa dhe vetë zoti Kurti në kalumin e ka ofru për kryetarin e kuvendit. Pra, është më e rëndësishme për zotin Kurti Albulena në këtë rast konstruimi i kuvendit. A kemi qeveri si pas jush aktive si shkollë? Unë, këmë thonë publikisht e përsëris, mendoj që i kemë qeveri kundërligjshëm. Edhe një njeri që i mon 2 pozita, edhe vjen deputet, edhe ushton kryeministin, në rolin e kryeministit, është kundërligjshëm. Gabim është çfarë ndodh, po çfarë do bëjmë? Ku është dallimi mes zonës Haxhiu dhe tjetër? Pasi edhe pse s'po votoni zonën Haxhiu. Do të thotë një qendrim i afërs, sepse nuk po votohet zona Haxhiu përveç asaj që është thënë vazhdimisht se ajo nuk ka qenë në fakt e duhur apo. Ne kemi ofruar propozimin para se më nominu zonja Haxhiu. Domethënë kush e mban mend seancën e parë, datës 15, ne kemi thënë që jemi të gatshëm i votu këto 2 kandidate. Me kalimin e kohës, domethënë kjo është bllokuar tash në pozicionin e zonës Haxhiu, po nuk personalisht unë e vlerësoj edhe si njeri edhe si familje, po ne kemi bën një ofertë dhe i qëndrojmë asaj oferte, hapun domethënë të gatshëm me votu sot nëse ndrojnë emrin e kandidatit. Faleminderit shumë për ju, ditë mirë. Nuk ka lëvizje as nga Aleanca për Radhëmërinë e Kosovës, se kishim Davut Haradinaj ka përsëritur propozimin e AK-s për zonën Bogojevci ose zonën Mehmeti Selimi si kryetare, ndërkohë përsëritet e njëjta situatë. Një informacion ekskluziv që mund të ndaj me ju është që disa të paktën me sa kam arritur të verifikoj me ministrave në dorëheqje, në detyrë pas denoncimit, pas paraqitjes kallëzimit penal të Lidhjes Demokratike të Kosovës për vendimet e marra nga kabineti qeveritar, disa prej tyre kanë filluar të mos i nënshkruajnë më vendimet, i kanë autorizuar zëvendës ministrat që të bëjnë një gjë të tillë,
sepse duke që tashmë ka një interpretim që kanë qenë në shkelje të ligjit në momentin kur janë betuar si deputet dhe në të njëjtën kohë kanë nënshkruar vendime duke qenë ministra në detyrë. Të paktën këtë e kam të konfirmuar nga 2 ministri, nuk po ndodh më që ministra në detyrë të nënshkruaj, por nënshkruajnë zëvendës ministrat. Nuk e di dhe ende nuk kemi arritur të verifikojmë nëse kryeministri ka bërë ndonjë nënshkrim këtë ditë, ndonse i njëjti është betuar si deputet i Kuvendit të Kosovës dhe i njëjti nuk do duhet që ta bënte një gjë të tillë nëse kjo është logjika, pra nëse je deputet i legjislaturës re, nuk mund do të nënshkruash në cilësinë e ekzekutivit të zgjedhur nga legjislatura e kaluar. Ka vullnet të tjetër të qytetarëve, kjo është demokracia. Ka një vullnet tjetër të qytetarëve, duhet të jetë një mandat i ri i qeverisë në mënyrë që të vazhdojë dhe të nënshkruajë. Më mbani me pamjen nga Kuvendi i Kosovës, shohim se kush ka hyrë deri më tash brenda janë duke u mbledhur deputetët, nuk e di nëse kemi edhe zë nga atje. Jemi me pamje të drejtë për drejta nga Kuvendi i Kosovës, nga momenti në moment pritet që të filloj, duket pjesëmarrja tjetër e nivelit të zakonshëm, ende nuk është afektuar nga sezoni i pushimeve pjesëmarrja në Kuvend. Albulena Agjiu, Albin Kurti, Glaukon Jufca dhe Faton Pesi në balë të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Për pak kryesuesi Avni Dahari që do ta hapë edhe këtë seancë e 26-ta me radhë. Ju lë me pamje, pas pak fillon seanca.
Ju lutem, uleni të gjithë në përvende, lusë subjektet për një konsultim të shkurt për seancën e ardhshme nga një përfaqësues le të vi këtu, të bisedojmë mazi pas nesër është ditë feste. Nuk